Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim biskota ose kolinde, është recetë vegane, pa vezë, qumësh ose gjalp. Dalin tepër të shijshme dhe mund t'i konsumoni me kafen tuaj të përditshme. Gjithashtu t'i merrni me vete kudo. Dhe sigurisht më të shëndetshme se biskotat e blera. Format janë opsionale, mund t'i bëni sipas dëshirës. Le të vazhdojmë me përgatitjen. 150 ml me vaj. Për të qenë më të shëndetshme, unë kam përdorur vaj ulliri. Nëse i doni më të lehta në shije, mund të shtoni vaj misri ose lule dielli. 150 ml lëng portokalli. Nëse nuk keni, mund të përdorni dhe amit, pra lëng të gatshëm. Do e përzieni me 1 lugë kafe sot buke derisa të shkumojë, 1 gotë sheqer ose 200 gram, 4 lugë miell orizi ose miell misri të imët, 1 brez me krip, lëvorën e 1 portokalli. Sa më shumë lëvorë, aq më tepër aromë portokalli do marri. Nëse nuk e pëlqeni aromën e portokallit, mund të përdorni dhe lëvorë limoni. 1 lugë kafe baking powder, pra pluhur pjekjeje. Do vazhdojmë duke i përzier mirë. Duhet të siguroheni që sheqeri ka shkrirë ploftësisht dhe kur ta prekni me duar, mos të ketë kokorriza. Dhe tani do vazhdojmë duke shtuar miellin. Do na duhen përafërsisht 500 me 520 gram me miell. Do e kujdesni dhe vetë duke e parë me sy. Si fillim do vazhdojmë duke trazëruar me 1 lugë ose shpatull derisa të trashet masa. Dalin shumë të mira dhe është recetë vegane, sidomos për ata që argjerojnë për pashkët, ose edhe për ata që nuk duan vezë ose bulmet për arsye të ndryshme. Do vazhdojmë duke e përzier me dorë. Shumë e rëndësishme është se nuk duhet të shtoni tepër miell. Duhet të krijoni një brumë shumë të butë. Sa më i fortë jetë brumi, aq më shumë do të thërmohen biskotat, pra nuk do jetë brumë elastik dhe nuk do i jepni dot formën e duhur. Janë biskota me vaj dhe ndaj duhet ta kujdesni këtë pikë. Do e lini për 10 minuta të pushojë, sepse në atë moment do duket konsistenca e duhur e brumit. Pra mos e bëni shumë të ngurtë brumin, sepse gjatë pushimit do të forcohet dhe pak. Do i ndajmë në toptha diku te 20 me 30 gram, mund t'i peshoni ose t'i bëni me dorë diku te madhësia e 1 kokorare. Duhet të keni parasysh se gjatë pjekjes do të fryhen, do dyfishohen. Forma që unë po ju jap në video është opsionale. Mund të ju jepni forma të ndryshme sipas dëshirës. Besoj se shumica e di si janë format e zakonshme të kolindeve të Pashkës. Mund t'i jepni formën që dëshironi. Kjo që po ju tregoj në video është diçka ndryshe, por që dalin shumë të këndshme. Mund të përdorni një sen të hollë, siç janë kallemat për sufllaqe, ose diçka tjetër çfarë të keni në shtëpi. Poshtë tepsisë vendosim letër për pjekje, që t'i largojmë më lehtë. Sigurohuni të kenë hapësirë midis tyre që mos të ngjiten gjatë pjekjes. Për t'i dhënë ngjyrë sipër, do të përziejmë 1 lugë gjelle me sheqer pluhur dhe 3 lugë gjelle me ujë. Nëse nuk keni sheqer pluhur, do të shtoni sheqer të kristalizuar, pra sheqer normal, duke e përzier derisa të shkrijë me ujin. I lyejmë sipër që të marrë një ngjyrë teje të mirë dhe pa i lyer fare me vezë. Pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë derisa të marrë ngjyrë sipër dhe nga poshtë. Mua mu deshën diku te 25 minuta. Do i kujdesni dhe vetë. Pas pjekjes largojmë direkt nga furra dhe do i lëmë të ftohen mirë. Më pas i kemi gati për t'i shijuar. Nëse i provoni, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë.